Është një nder i veçantë që ta ftoj sot këtu zotin Përvarin Karp. E falenderoj organizatorët, sidomos Hudin, që më bëri pjesë të këtij forumi të rëndësishëm. Nga kontaktet me shoqatën e angleze të avokatisë, që Law Society of England and Wales, ata ishin shumë aktiv për të ndihmuar Shqipërinë në fazat e para të njohjes së Ministrisë Drejtësisë, e cila përmbledh persona, juristë, të cilët vinë nga të gjitha vendet, dhe Shqipëria u bë antare fal kontributit tim personal. Unë u futa në listën e IBA dhe kur dilte lista që bëheshin konferenca ndërkombëtare, dilte Albania aty se me A, kishim dhe avantazhin e gërmës, që fillon të para që ne i kemi shërbyer, ka qenë Shell, British Petroleum, që ishin emrat të mëdhenj për një zyrë të sapo filluar. Prandaj networking për mua ka filluar me IBA, me International Bar Association, dhe edhe juve që jeni antar të një organizate të madhe siç është kjo globale, besoj që do të përfitoni nga lidhjet, sepse në çdo konferencë unë kam shkuar në 5 kontinente, nuk kam përtuar që të fluturoj me mira milje, sepse i shërbente pikërisht qëllimit që t'i bëhe sa më mirë shërbim klientëve tanë që do na vinë në të ardhmen. Është shumë i rëndësishëm dhe të gjithë duhet kontribuojmë. Ne kontribuojmë në networket të bëjmë një rrjet më të ngushtë, sepse rrjeti i madh global i shërben këtyre të voglave, më të voglave. Po ja jap si model ndoshta që mund të shërbej. Ju uroj sukses dhe shpresoj që të jemi afër edhe ndoshta në takimet e tjera. Unë do t'ju jap kontakte, siç kam dhënë këto ditë, do t'jap kontakte të reja që juve të zgjeroni atë rrjetin e interesit dhe për të thithur edhe ide më të mençuese se ato që ju thashëm. Shumë faleminderit.